Falënderime dhe lavdrimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, krijuesit, furnizuesit dhe udhëzuesit ton. Salatet dhe selamet, përshëndetje, duat, lutjet tona më të mira janë për më të mirin dhe më të zgjedhur në gjithë bijve të Ademit alayhis salam. Muhammedin të birin Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata të cilët pasojnë fjalën e Zotit dhe sunetin e pastërt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditë gjykimit. Ndërëm vllazën, pa kur fal ndyshe se ai që e pranon Zotin e tij pranon edhe qëndrimin para tij, pranon edhe llogaritjen para tij. Ai I cili thot që Allahun e kam Zot, krijues, furnizues, udhëzues timin, ai e di se një ditë do të qëndroje para tij, ai e di se një ditë do të jep llogari para tij, dhe bën çmos që ky qëndrim mos jetë qëndrimi turpshëm para Zotit gjithësisë. Është ditë e madhe qëndrimi para Allahut Teala. Një njeri I cili nuk mëson për provim sa keq e ndin vetin që s'ka mësu, e një njeri I cili para arsimtarit vetën një vetin keq, e një njeri I cili nuk është përgatit për provimin final, takimit me Zotin e tij, si duhet ky me një vetin. Çka nëse ngjallësh ditë kiametit namazin se ke fal? Allah I ka me të pyet. Vepra e parë që pyetet në ditë kiametit prej punëve është namazi. Ke dhënë shahadet, puna e parë që ka me tu kërku dhe mu peshu ka me qenë namazi. Nëse e ke të plot, ke me pas llogarinë e lehtë. Nëse e ke të mangët, llogaria ka me qenë shumë e rëndë, që shka të regu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe të janë ke mundësi me përmisu vetën tënde. Të janë ke mundësi me kërku faljet të Zotë yt dhe me përmisu vetën. Nuk të bën dobi kërkim falja para Zotit ditë gjykimi. Të Allahu kur shkon, edhe I thum fal që tash, nuk bën dobi, se do të matën veprat e tua. Por nëse I thu Zotit në këtë dunja, kur e ki shejtanin me veti, kur e ki nefsin, egon, epshin, ndjell keq I cili cyt ty me bo punë të këqija, dhe ti pendohësh dhe kërkon falje prej Zotit, Allah subhanahu wa taala ta fal me mëshirën e vet, të kalumën tënde. Te ende ke mundësi sot me bo vepra të mira, të cilët do të peshojnë rand veprat e tua të mira në ditë gjykimit, e do t'i mund me to veprat e këqija. Por çështja që vullneti nuk I kemi. Sa neglizhojmë neve mundësi që I kemi për me bë punë të mirë dhe nuk e bëjmë punën e mirë. E neglizhojmë leximin e Kuranit. E neglizhojmë veprën e mirë. Me I ndihmu dikuj, me I fol fjalë të mira, me I buzëqesh para fytyrës besimtarit. Të gjitha këto janë prej mënyrave të fitimit të kënaqësisë Allahu Teala dhe faljes nga ana e Tij. Sot do të mundohemi të cekim disa prej mënyrave se si unë me fitu sevap, se si mu me mu fal gjunahet, se si unë me dal ma krenar para Zotit tim ditë të gjykimit. Edhe pse shumicën janë që I dëgjojmë këtë ligjerat, në këtë tubim, në këtë ndeje, në të ndeje, por ja që përsëri neglizhojmë të zbatumit e saj. Mënyra më e mirë për me fitu kënaqësinë Allahu Teala është kërkim falja, teubeja, me bë teube, me kuptu fajin, mangësinë që e ki ka shi krijuesit tënd. Edhe me kërku Zotit gjithësisë dhe krijuesit tënd falje dhe me I thonë, o Zot, kam qenë I mangët, nuk kam kry namazin, kam pi alkoholin, kam bë gjanat amoralshme, me po tash po pendohem, sinqerisht, jo veç me thonë, valla bona teube, u Zotin na falt, ty be stakfirullah, edhe pet me shku, me I bë punë të këqija. Hem me thonë, ty be stakfirullah, Zotin na I falt, hem me nejt hala pa shami, hem me nejt hala pa fal namaz,
hemenet në restoranin dhe dyqanin të ndale alkoholi mu shit, e mu përdor, e mu bo vepat e këqia, e me pas kredit në për banka, në cilën t'i pagun interes për to, atëherës, si Allah me ta falë ty. Qëfar fjale o kjo, kur vepra jote nuk përputhet me gjuhën tënde. Për me ta pranu Allahu Teala tëubën, pa tjetër duhet që tëube e jote mu përputh. Fjala jote me zemrën tënde dhe me veprat e tua. Me qenë një sinqert në kërkim fali. Vetëm atëhere, Allahu Subhanahu wa Taala ta pranon tëubën. Dhe e ki ftesë për Zotit tënd, se Zotit ka thirrë, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Pendohuni te Allahu me pendim këshillëdhënës për tjerë. Më konë i bret për tjerë. Më thonë, valla bra, o konë që ky njeri kështu, mi po qëtash bujmë me bo me gisht, se është përmisu, tash e sheh të parin në xhami, e sheh që kontribon për shpitë Zotit, e sheh që i ndihmon vllaut vet, ju ndihmon komunitetit ku jeton, ndihmon muslimanve, dhe nuk le mundësi të përfitimit se vapëve përveç se përpiqet me fitu, që kjo është tauba nasuha. Kthimi yt me qenë kthim që vrehet tek tjerët dhe që jep këshill tek tjerët. Se njeri po u bo musliman i mirë, të tjerët kanë me bo me gisht, ka mirësia e tij. Është i mirë me print e tij, është i mirë me rrethin e tij, është i mirë me koshit e tij, është i mirë me besimtar dhe pa besimtar të cilët i ka në shoqërinë e vet. Të tillë kanë qenë shokët e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ma shumë janë marrë me të metat e veta se që janë marrë me të metat e tjerëve. E kundërta po ndodh me ne. Ma shumë merremi me të metat e tjerëve se që merremi me të metat tona. Mangësit tona si shohim, po mangësit e tjerëve që ka që i hapim syt, fin gjanë me i pa kush çfarë mangësie ka. Dhe nuk ngurojmë me i kërku edhe të njerëz të xhamisë mangësit apo të njerëz e thirrjes në rrugë të Zotit. Që pa ndyshe, këshilla duhet të jetë edhe për tillët, por para së gjithash këshillo vetin dhe shiqo mangësit e tua në vetën dhe në familjen tënde. Mirë po, nëse e kim edhe me bo tobe, pëse s'ke falë namaz dhe po do një këthy, Allahu Teala me falë namaz, këtë bënë në gutu, se kur nuk i dihet kur të vjen vdekja. Vdekja është ma afër se frymarja që ki. Ti e din që ki me ma frymë edhe një herë. Me po për një moment ka me të ardhë me leku i vdekjes që qatë frymë ka me të analë. Dhe është ma afër se fryma pasu se frymarja jote. Dhe për një moment të merë. Ne e patëm rasin tash djalit Hasretit në Prizren që vdeq në deshet komunikacionit Allahi, atë e pas më shëru dhe familje si dhash sabër, vdekje e papritshme. Djal Hasreti. Kështu të vjen vëlla, kush po të garanton ty dhe mund kur dalim që nuk të shkel dikush, që nuk të rëk infrakti apo diçka tjetër që të bën me humb jetën. Të gjithë ne jemi në pritje të Azrailit. Kërkush nuk e dim datën e vdekjes. Kërkush. Të gjithë jemi në pritje. A bashkë që ka që pëjnin vetin komot, që ka që lirë pëjnin vetin, o nëse kom dert, sot marë Zoti me mama shpirtin, unë jam, tamam. Veç me analizu vetin, kur ke fillu me falë namaz? Namazit është bë obligim prej moshës madhore, ditën kur ke hin bëlyk. A ke lezu librin e Zotit, në originalin e vetë? A di me lezu Kur'an? Që shiki punë me agjerimin? Po me haramin? Po sa herë je taku me femnat e huja? Nëse s'kur gjë s'ke ba, dorë që i ke dham. Të gjitha ato regjistrohen të Zoti yt. Dhe për gjitha ka më u kërku përgjegjësi. Se kur punëdhënësi që lyp punëtorit përgjegjësi në fund ditës, çka ke shit, çka ke marr, kasaj ke shit, ku është pazari ditës apo javës, Allahu Teala ka me të lyp ty me i dhënë llogari. Ha çka ke bën? Dhe ty sot menoje,
dje që ka bane për Zotin. Dje këshër veç sa gjunahe jenë bo, veç televizorin, si të rinë me angull sy, që shë angullim na sy televizorin, mjafton për ty me qenë i peshum ka hona majt me mkate në ditë gjykimit. Për çdo ditë. Vetëm ymri me dhonë Allah 60 vjetë. Këto bëjnë diku 21.500 ditë. Ka një gjuna, me qëfa ftyre, një gjuna në ditë, një. Hisë për thëmë ma shumë, njëre e ke patë femë në televizor, stakfirullah, edhe ke këthy. Veç ka një gjuna. Unë së po flasë mëse gjunahin e përgojimit që e bëjmë. Mëse përgojo, po jam asë jem të e përgoju, jem të thonë qka e ka. Qka e ka është përgojim. Qka se ka një vetit keqë është shpifje ndaj dikuj tjetër. Edhe i se avem veshin neve gjunahave tome. Andaj nëzito sot me bëtëm. Se ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kur të mërrinje shpirti të fyti, nuk të pranohet të ubeja. Pastaj ne ka marrë dita kur dili ka me lindë prej perëndimit, nuk ka me lindë në lindje, por kontra ka me lindë, ka më këthyri këfercë, për me tregu se ora ju i mbaroj, dhe mbyllën fletushkat. Po të zu, po sot me bo me në zonë, po nesën sava me prit në dilin këne me në dola nej, edhe të ka zonë ty pat, ski, edhe të mbyllën libet. Atë moment të gjithë bëjnë të ube, se e marrin vesh që diçka u kryu, diçka s'po shkën që shena mësu. U ndru dili, po shkën rikëferës që tash. Edhe fletushkat e veprave që i shenajnë me laqet mbyllën. S'ka mo pranim të ubes. Pranim të pendimit nuk ka. Del të zotë ytë me qka ke bo. Me fjalt dhe veprat e tua, paraqitesh para zotit tonë. Prandaj vlla, nëzito në të ube tek Allahu Teala. Mënyrë tjetër e përfitimit të sevapeve është me mësu fejnë e Zotit. Feja nuk mësohet për njerëzve. Nuk mësohet as prej Arapit, Turkit apo Shqiptarit. Feja mësohet prej librit Zotit edhe prej synetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Feja nuk është material tregtar, as ideologji njerëzore. Smerret prej tjerëve dhe sy u ipet tjerëve. Feja mësohet prej burimit të saj. E burimi i fesë është mbi arsh, është Allahu subhanahu wa taala. Dhe e mëson çfarë Zoti yt ka kërku prej te, mëson në librin e tij, në Kur'an. Si e ka kërku, e mëson prej pejgamberit të tij. Shamull praktik ka dhënë Muhamedi alayhi salatu wassalam sunnetin e tij. Prandaj fenë mëson me Kur'an, edhe me sunnet, dhe e zbaton fenë e Zotit ashtu çush është kërku prej Zotit, pa më parasysh në cilën cip të tokës të jeton. Mosh me qenë shkretinat e Arabis, mosh me qenë në akullnajat e Siberis, për gjithë vlen e njëjta gjë. Namazi është namaz. Ndash ky që e qet ballin në kokrat e zallit të shkretinës arabe, ndash ai që duhet me qit ballin në akullnajat e polit verior, që të dytë për dyve kërkohet namazi. Agjerimi, s'ka me thonë, valla në të majnë ata, se shkurt e kanë, na shumë gatë burë, s'përdorohet, na përrip, që shështu, a e krytët, hajtë mani edhe për ne, a i ke patë e ne në familje tona, hajtë juve Zotin ka bulli o botë, mani edhe për ne, bone njetë, na ha, po keshim, dhe i sa të vjetë dita një ditë, që nuk i bëndobi ma askush. Njerëz e kanë kuptu jetën si zbavitje, me bohajgare, me lujt, edhe hajt me i kalu jeta sot për sot, nesër për nesër. Që e thënë, Turqeli të njën, për exem, bugyn e jarën dy gyne. Sot për sot, nesër del një darë, sa më hajmë opet dikon tjetër. Nëse që ashtu, vla, do të më bogati të i udhtar. Dhe sikur udhtari që pregaditet kur del në rrugë, tash apo vin gërbeqit, Allah i rujt ata dhe familjarët të tyne, apo na vin, ata e në bogati për rrugë.
Nëse ardh me kerr, i ka këqyra, i ka qit benzina, nafta, ai ka marr pasaportat me veti, ai ka gumat mira, ai ka vajin mira, ai ka antifrizin, apo çka ka pas nevojë, ka këqyr. Nëse ka me aeroplan, i ka këqyr biletat, ai more gru biletat, ai more bur biletat, i kanë këqyr. Janë përgatitur se në rrugë po dalin. E ti në rrugë je me taku Zotin tënd, me po i pa përgatitën për shkon Zotit tënd. Me çfarë pasaporte do më dalë Allahu Teala? Me çfarë vepër do më dalë Zotit? Ty Zotit dha ymer, ke po 40 vjet, 50 vjet, 20 vjet, 30 vjet, pa ma parasysh sa je. Dhe Zoti ka me të pyet. Robi jam, çka bën ti për mua? A i kryte çfarë kërkova prej teje? Ops, Zot, apo më kthejnë edhe një herë. Kështu kanë me thonë xhehenemlit Allahu Teala. O Zot, na je pymer edhe një herë mu kthy, ko mu përmisu? Allah po thotë ta nuk përmisun, këta janë të rrejt. E ke pa njerëzit, subhanallah, ndeshën komunikacionit bën, pështën për vdekjes së sigurt, aman Zot, na përmiso gjenë, ko mu bo burrimi, ko mu kthy, ko mu bo. Kur e ngjall Zoti, apet janis edhe i gramet mëqmen. Edhe se përmison veten, as se falenderon veten. Na i kalum vitet në cilët qemë në represion të madh, edhe masakrimet mëdhaja që na i ban shkirt e një regjimit fliqt. Mirë po, a morëm mend, a u pendum të Allahu Teala, që Zoti ta mundsoj përsëri me i taku dashnjët e tu. Për fat keq po them, shumicën e rasteve nuk kem marr ders. Prandaj ti për me njoft Zotin ti duhet me pas dije. Andaj tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna, hadithin transmeton Muslimi, kush del në rrugë për me kërku dijen që afron te Zoti i vet, Allah e ka më lehtësu këtij rrugën për në xhennet. Talebes dijes, i cili ka dalë me kërku dijen për me mësu fenë e Zotit, le ta dije se ky është fi sabilillah në rrugt të Allahut Teala. Dhe nëse Zoti na ruajt i ndodh diçka në rrugë dhe përshëndetet prej kësaj bote, ky te Allahu Teala ka të garantuar xhennetin. Veç me mësu ti në rrugt të Allahu Teala. Po mirë, a me shkon fakulteta? Po veç pse kjo ardh ditë xhumo për me ngu një ligjërat dhe ke shku me një vend e cilat zgat ma shumë se këta ekspresat që shpejt e bëjnë namazin e xhumos. Kjo në xhamiat ku janë ekspres, edhe ato ekspres i shkurt, një të pime edhe dalin prej xhamis, janë full. So ka si zen. A e fale, a e kryta, Allah në e boft kabul, qka mësove, qka mësove, kom pun, a e shpejt. 24 sahat s'na dalin neve, me najt me një vend 24 dakika me ngu për hirtë Allah Teala dhe me mësu diqka. A e që shkon me një vend me mësu din, dhe nëse i ndodh diqka në të rrugë, po e zonë, po e dikush për një qytetit tjetër, për me ngu, një fjalë të Zotit apo një hadith, një thonet pejgamberit alayhis salam, ky e konsideron veten që ka dalë në rrugt të Allahut Teala. Dhe me bën me ndodh diçka, e merr shpërblimin tek Allahu Teala dhe rrugën e ka për xhenet. Ajo rrugë është për prizren, po le ta di se ajo rrugë është për xhenet, se është dalë me mësu një dije që do të më ofrojë Allahu Teala me atë dije. Pastaj dije që formë tjetër e shpërblimit tek Allahu Teala është për kujtimi i tij vazhdueshëm. Dhe nëse gjua jote rri e lagun vazhdimisht me dhikr, me përkujtim të Allahu Teala, Allahu ka me t'i falë ty gjinat. Allahu ty ka me t'falë gjinat. Tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, aty tregoj une cila është vepra juaj më e mirë. Hadithin transmeton Tirmidhiu me numër ndor 3347. Dhe cila është më e dashur te sundusi juaj, cila vepër është më e mirë, më e dashur te Allahu, wa arfa'uha fi darajatikum, dhe që ju ngrit juve mas larti tek Zoti i juaj, dhe është më e mirë për ju se sa edhe me shpenzu ari dhe argjend, dhe është më mirë për ju se sa edhe me dal në fush betejë, mu e taku armikun i cili ju lufton ju dhe ju i luftoni ata.
Cila është punë më e mirë se gjitha këto punë? Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajo është dhikrullah taala. Është përkujtimi i Allahut taala. Aje të punu, përkujto Allah taala, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Thuj, një palë me ki të mjellur në gjennet për ty. Sa kotë murë? Një fidan me mjellë në bache kiameti qomi këtë shpia me këqyrë. Ka dale, ma fel, ma pak, jo më shej që qështu, jo kështu, jo prashit e kështu, jo. A kiamet e bëjmë që kena me mjellë diqka. Të ndi, të më bëki të shkën, ka me mjellë një mollë, një dardë, një pjeshkë që ka dione në bërë. As një sekund të e fiton një pemë në gjennet. Dhe nëse vazhdojnë të mi thonë këto Allafe, para meno sa malin Allahi të avon ty në gjennet. Mali i kuja, i filanit, që ka fitu kuja unë e se kam, kuja ka fitu me dhikër. Shumë thjesht e ka fitu. E ti qësh me fitu? E ti me bo me shku përva ki kirik njësën e gjenë. Se kur s'ta ka thonë gjuha, subhanallahu wa bihamdi. Se ke thonë, edhe asë një përva ki se gjenë. Pa në mëso dinin, mëso mënyrën, qëshën e të fitoj tek Allahu Teala shpërblime, me të cilët do të ngritëm afër Zotit dhe do të më falen mëkatet e mia. E këto nuk bëhen nëse ju nuk mësoni vllazën. Nëse nuk lexoni, nëse ton kohën tash pushime jeni, ton kohën të pushimeve rrinin nga televizorit, rrinin në çajtore, rrinin në kafe, pi kafe, pi çaj, pi kafe, pi çaj ton ditën. E rrishtrim. E bën s'po rrihet, s'po di që më bon, pa vendi keq, se dhu se u knaqen gërbeqit. Pyetja shpirtin sa zore kanë nalt. Me po kur ti je me Zotin mirë, që ajo zemër sot që është e mërzitun, vallahi, keme vrejt vetin, se Allah i ka me lëshu një ëmbëlsin që s'keme dit vetin cilën tokë je. Kur të lezën për Zotin tënd, kur të mësën Zotin tënd, aq është sëndi ëmbël, e harron vetin ku je, del në baqet e gjennetit të u konë dënja. Dhe së është asë gjë ma i dashëm të ti se sa takimi i Zotit, i Allah subhanahu wa ta'ala në ditë gjykimit. Prandaj mos e le gjuhën me bëm kat, me i përgoju tjerët, për monohën me e bë dhikën Allahun ta'ala. Dhe mënyrat e përfitimit të sevapëve është shumë e lehtë. Bënja dikuj një të mirë ti e ki sadak, lemosh, pare, jep lemosh, s'ka moq, jem student, jem nxënës, nuk o pa qare me dhanë pare për me fitu sevapin e lemoshës. Ka tha Resulullah s.a.s. busqeshja para ftyres vllaut tënd është sadak. Kur ta shen një musliman, në të busqeshje ftyra para ti, Allah ty për t'jep shpërblim për ta. Me adhon dorën muslimanit në takim, shtrëngimi i durve me zemër dhe qëllim të pastër ndaj vllaut tënd është falje e gjunaheve. Bin gjunahat, ka thënë Resulullah s.a.s. sikur që bin gjethet prej lisit në kohë, kur i qet gjethet për tokë. Shkon dorën për dashnis vllaut, Allahu hala pa u nda, ka thënë Resulullah s.a.s. ja u fal gjunahat të dyve. Ke mënyra shumë të ati me fitu këtë sevap. Nale dhe jepe një selam vllaut tënd, busqeshi vllait tënd, preke dorën e vllaut tënd, për hir të Allahut bënë këtë punë. Keme pa se Allahu Teala ka me të dhënë ty shpërblim. Edhe për këtë çështje Allahu Teala nëse e dën dikon për hir ti, Allahu Teala ka me të thirrë në ditë kiametit. Dhe ka me thonë Allahu Teala në ditë kiametit, ejnë el mutahabbina bi jalali. Ku janë ata që u dashtën për hir timin? Ti je këtu, ajo në Afrikë. Ti je këtu, ajo në Amerikë. Ti je këtu, ajo është në Arabi. Ti je këtu, ajo është me një vend që përva ki kur se ke pa. Po për hatër të Allahit, pësa i bjenë sesh dhe Allahu Teala, ty zemra të dënë, shpirti të dënë. Dhe Allah i ka mi i thirë, edhe mi i taku, kur, ka tho pejgamberi alayhi salatu wassalam, në ditën kur nuk ka hije jashtë hijes Allahut, Allah i ka mi i thirë këta dhe ka me thonë, ku janë ata që janë ndash për hir të madhnisë time, le të vinë këtu, unë do t'i maj nën hijen
time. Ditën kur s'ka hije është hijes. Allahu Teala hadithin e transmeton Muslimi. A e kina jo që në ditë kiametit kime dalë para Allahut edhe kur të thirë Allahi ku janë që jam dash për hir timin, a e ki denja që për hatër të Allahit e ke dasht. Edhe mi thonë Allahit, ja Rabbi, unë që ta e kom dasht hatri jyt, Allah e din në zemër, a ditë të më shmerrajt, për Allahu e din. Ti e ke dasht këtë futbaler, ti e ke dasht këtë artist, ti e ke dasht këtë këngëtar, kjo nuk o për hir të Zotit. Mi po Zotit nuk ndanë. E ke dasht me tot në gjallë ditë kiametit. Ko përdon ti me totën? Unë që to përdu. Hajtë që, o Zot, ky që to e pas ka lyp, hajde një, shko me to. Ama ti nëse thu, o Zot, unë që to e kom dash për hir të andin, pse ka falë namaz, pse ka bo thirrje në rrugë të Zotit, dhe unë për ty e kom dash, Allahi thot, hajde një të dytë që to. Edhe nuk ka për ju me përjetu të merrin e ditës mahsherit, kur dili qëndron mbi kokat e njerëzve të bum, 50.000 vite. Allah i strehon atë. Pse për ju hije? Pse ju se kini pas zjarin e urrejtës ndaj njëri tjetrit, po e kini pas fladin e dashnis ndaj njëri tjetrit, hajde një fladitën e këtone. Edhe për ty nuk ka pas të ne denim. Pa dhe ta Rasulullah zazëm, kur ta donë vlaun tënd, tregoj, se i tha një sahabi, ja Rasulullah, unë pedu që të, tha pe jam se ma i ke tregu, tha ja, tha shko të regoj që e dënë për hirtë Allah. E andaj është sunet më shku mi thonë vlau tënd, jo motrave muslimane në rrugë, motër shumë po pëlqen, për hirtë Zotit duhen e ty, e me të këshyre e qapate, jo veç për shkak shamis, kur gjë tjetë. Jo kështu në mos me shku, po muslimani muslimanës, muslimania muslimanës, femna me shku motrës vetë muslimane, me i tregu dashnin që ka për hirtë të Zotit, ti vlau tënd, me shku edhe me ja tregu dashnin që ke ndaj ti dhe këtë me bo për hirtë Allahu Teala. Edhe i thuhet inni uhibbuka fillah, unë du për hirtë Allahut. Ai që dëgjon këtë lavd do të më thonë habbaka alladhi ahbabtani fi, të dasht edhe ai që për hirtë tim ke dash Zoti edhe ty. Unë du për Zotin, për hirtë Zotit, faleminderit shumë faleminderit. Jo bën dua edhe për të. Kthej edhe ti, edhe thuaj dash edhe ty Zoti. Se me dash dikush për Zotin, kjo dhunti e Zotit. Që kjo nuk bëhet me zërë. Së një thush njërit, aj, për i zatë, Zotin më duj bre, së mund me da, aj gruja s'pët do, kur s'pët dën, e me dash vlaj ty. Për hirtë Zotit, është pa pas interes dynjas. Hiq, s'ka interes. Mirë po e dënë, se kjo është robi mirë i Zotit, i respekton urdhnat e Zotit, dhe e di se këto e ka vla në gjennet. Bo ki vlaj nonës nuk e i til, s'ka dashnin ndaj vlaj që e ka ba nona dhe baba, sa ka dashnin ndaj ati i cili po i lartësën fjallën e Zotit. Pa dhe të Resulullahi sallallahu alaihi wasallam një mënyrë tjetër me fitu se vapë. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Nuk keni me hyrë në xhennet derisa të besoni. Dhe nuk keni me besu iman të vërtet derisa nuk duheni ndër vetë. S'ka xhenet vllazën pa e dasht musliman të njëri tjetër, pa e largu këtë urrejtje që e kanë ndaj njëri tjetrit, këtë zili dhe smir inat që e kanë me njëri tjetrin, nuk kena me fitu xhenetin, nuk kena me fitu mëshirën Allahu Teala pa i pastru zemrat tona me njëri tjetrin. Se Resulullah s.a.s. po thot, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Nuk keni me hyrë në xhennet derisa nuk besoni. Dhe po ashtone, nuk keni me besu, wala tu'minu hatta tahabbu, nuk keni me besu derisa nuk duheni ndërmjet vetë. Iman është me dash njëri tjetrin për hir të Zotit. Innamal mu'minuna ikhwa, vërtet besimtarët janë vllazën, po thot Allahu subhanahu wa taala. Andaj duje vllahun tënd për hir të Allahu Teala. Awala adullukum ala shay'in law fa'altumuhu tahabbtum. A t'ju tregoj diçka që nëse e bani ju keni më dash ndërmjet veti. Pejgamberi alayhis salam po na mëson. A t'ju kallzoj që shtohet dashnia ndërmjet vllaznive. I than sahabët, po si ja Rasulullah, na trego ç'është ta shtojmë dashnin, ç'është bëhemi për atyre që do të thirrën për Allahun ditë kiametit dhe do të strehohen nën hijen e Allahu Teala ditë kur nuk ka hije përveç hijes madhnisë tij. Ç'është na me dash njëri tjetrin? Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Afshu salama bainakum, hadithi është të Muslimi, përhapni selamin mes juaj. Assalamu alaikum o vëlla, assalamu alaikum vëlla, assalamu alaikum. Sa herë tash assalamu alaikum? Ani pse të nënçmojnë rebelat e sokakut dhe banorët e zjarrit xhehenamit, edhe të thënë që këta selam aleikymat që tash vijnë. Ai në fund nënçmimit i thot selam aleikymat. Ama mi thonë tung, ciao, ciao, miau, qa diu në qëfar tinglim e cinglim, për të është modernizëm. A i mundën mi pas pantull të shkurtet, këthy me mrapshte, prapshte, kështu, mund me pas zëlyfe deri këtu, e mjekër të capit, pa i ka me ta sha mjekër në sunetit. Se për të gjithë sen që është në nume, pra Allah dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam, është e huj, edhe s'ka me ta dashtë. Me po ti për hirtë Allahut përhape selamin. Mos prit me të dhonë aj selam. Jepja ti. Se vapi mes dyve, ka thonë Resulullah s.a.s. Më i mirë prej dyve është ai i cili i pari e nis selamin. E shpejto ti me marë këtë se vap. E she i pari ti jepja selamin. Thuaj selam aleikum. Ti kur ta merr selamin e dikuj, aleikum selam. Mos me të njaj. Allah dhe selam, ta mora më ras, nita. Dhe ti jepi sa ninaj. A i nëse i ka që tonin, që dhe ti tonin. Që me të një. Që me pas edhe a i ndjenjen, se u gëzu vlau që më pa. Por edhe nëse reagon kështu ne, ti shpërblimin e kitë e zoti. Edhe pes pare më sjep, psa i usoll në të mënyrë. Se vazhdimësia jote në përshëndetin e vlau tonë, inshallah, do tjetë kismet për Zotit prej shpërblymeve nga ana Allahut Teala. Prandaj çdo punë mirë është e shpërblyme. Edhe buzëqeshja, edhe një punë e hajrit që ja bën vllaut ton, që shka te hadithi Buhariut. Për shembull ti më shku, e ke pa dikant po bar në rand, më shku mja lecu barën, më thon atë të nimoj pak. Na nonave synimojm, baballarëve synimojm. Grave, burrave, evladve tanë, prindve tanë nuk ju ndihmojmë. Elema të tjerë. Për shembull tash, trit. Ishe shkon më najt, nona baba i ban drunti, bjerë drunti, i copton drunti, këta frajerat me telefona, me kompjutera. Kam për mi kam, të shtrim. Së shkon me një mu. Aj, ose ajo që bë sebeb ti marë në dynja. E len mu lodh, me për nuk shkon me ndihmu. A ndihmeset që ja ban gjdo njanit me ja letësu brengër, ti të Allahu Teala ke shpërblim. Po ashtu, i shpërblim je nëse diku jam së një punë të hajrit, e dalu alel khejri ke failihi, udhëzuesin punë të hajrit ose i veprusi i saj. Me jamësu diku një punë të hajrit që mund me fitu aj knatësinë e Zotit, sa ta punoj aja të punë, ti e merr sevapin. Nëse ja ke mësu dikuj namazin, të njetën, ai që fal namaz, ty të regjistrohet sikur me fal namazin. Ai fal drejk, ty të regjistrohet thuaj se ke fal edhe një drejk. Ati si mungohet, Allah i ka shumë, ta jep edhe ty një. Sa herë ta bën ajet punë të mirë, ty ka me të ardhë sevapi për mësimin që ja ke dhënë për atë punë të mirë. Prandaj mos neglizho të urdhëruarit punë të mirë dhe ndaluarit prej të keqes. Nëse bësh sebeb dikush mu zu drejt Zotit vetë, shpërblimi ty ka me të ardhë. Dhe në ditë gjykimit i ka thonë Resulullah s.a.s. Aliut radiallahu anhu, o Ali, Allah me të bo sebeb dikont me udhëzu në rrugë të Zotit tëndë, është më e mirë dhe më hajrë për ty se me të apëdhon këtë dynjon me këtë qka ka. Nuk peshon maron të Allahu, se sa me anë ditë kiametit njëni me thonë, o Zot, që kjo sebeb, unë të kom njëft ty. O Zot, që kjo sebeb, unë e kom lënë alkoholin. O Zot, që kjo sebeb, unë kom fillu namazin. O Allah, që kjo sebeb, unë e kom njëft mbulesën që duhet me vunë, ka shiti. A ka një met më të madhë? A ka shpërblim më të madhë? Sa Allah i me dhonë bereqetin në fjallë dhe në vepër, që fjalla jote më ndriçu dikuj rrugën, dhe në ditë kiametit mi taku këta dhe me dëshmu para Zotit tonë, kur mas shumë ti ki nevoj për sevape. Edhe ata me ardhë me bo me gisht drejt te e me thonë, ja Rab, që ky në ka shtin në rrugë tënde. E ti ki mundësi në këtë punë me bo me grunë tënde e vladin tëndë. Mos mush me kret e vladin, as mush me mësu namazin.
grus, as më shme mësu namazina dhe vlerën e mbulesës së saj dhe me e pështu edhe atëne. Wallahi, ai burr musliman që fal namaz dyshojnë dashnin e tij që ka ndaj grus, që si mëson grus namazin dhe si mëson vlerën e mbulesës islame. Dyshojnë dashnit ati burrin. A nëse i fol, vazhdon, ka kry obligim të vetin, është tjetër mesele, por jo me thani kom folë, që njerë, dy, s'po don, qafën e ta theje. Na me njëherë e tërhiqemi. S'po do, që ako mi bo. Sikur të fëmija që insiston mi dhanë për me hongër buk, insisto dhe të evladi që me kuptu rrugën e Zotit. Insisto, vla. Dhe këtë ki urdhën të Allahut Taala dhe mësim të pejgamberit. Mëso Kur'an, mëso për veti dhe mëso jo tjerë. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, më i miri për juve. Cili është më i miri musliman ja Rasulullah? Tha i cili mëson librin e Zotit me lexu dhe jo mëson tjerëve për me lexu. Që ky tha është më i miri në mesin e juaj. A ke mësu librin? Pushimin e ke pas 2 javë. Për 2 javë, vllazën. Moni me mësu kretë shkronjat e Koranit edhe me u fut në lexim të Koranit në originalin që Zoti ja u ka zbrit për qiellit. Hiç më shumë se 2 javë. Me shtin kry, po kryhet. Shkolla edhe u bëdu me mësu. Edhe me këshyr vendet ku është të mësu Koranit, që këja dhune të mësoj librin e Zotit. Që t'ja më i mirit e Zotit. Për shembull një garë mu majtë në shkollë, ma i miri kush është në garën e recitatorëve se cili imiton. O burra shqiptar, të marim dituritë, se s'është kohë e parë, tani lipse dritë, kretë për me fitu me konë që i thënë bravo maj i miri. A i femrat po cullakavën kretë, po qilen kretë për me thonë ma e heshmja, thuj se vete ka bo heshi. Fotografo kështu e, qillu kështu, qillu ashtu, boni buzë kështu e, boni ashtu e, qërë ditu për mi thonë, ma e mira, misi shkollës, misi qytetit, misi pisi, që ka të dush thuj, veç synon më konë, dikush. E ti, pëse s'po synon më konë ma i mirit e Zoti? Pëse s'po kërkën? A njerës, lavdatën e njerësve, sa pe kërkën? Ta qëtë një status në Facebook, aty në, njerës, pëse bes po qitë një lajka? E ka marak, mi thonë dikush, mire ki. E qëtë njën një status, hala se kanë ledzu, hala, është që këtë shkrim, kur janë nisi, thot, para 17 sekundave, kjo i ka marrë, këne në 170 like i ka marrë, për shumë. Sa shpet ledzojmë në rrët, mire ka, ja qesune. Edhe knaqët nëse dikush, ja livdon punën. Mëse boni vlazën, e kem thonë dhe po e përsërisi, mësi boni gjanat me fitu, vetëm knatësin e njerëzë. Gjithsesi, duhet me fitu knatësin e prindit, duhet me fitu knatësin e evladit, e dvllaut, e motrës, e muslimanve, shoqënin stande, por synim gjithmonë bane, a është Zoti razi, a është Allahi razi me ty. Po ashtu, kur ta vizitën smuntin, ke se vape tek Allahu Ta'ala. Nëse shkon sabah dhe vizitën një smund, vlazën, thot Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, 70.000 melaqe bëjnë dua për tënë. Salla alaihi sabuna elfe melek. Hadithi transmeton Tirmidhiu. 70.000 melaqe deri në akşam bëjnë dua për ty. Por nëse shkon smuntin e viziton mas dite, para dite e kon punë, mas dite, ta shogja ka thonë, valla veç sabah. Më fali smund, falë, së përvisë si kom, se vapin, me që kaq, tung e kryt. A dhe në akşam nëse shkon, e akşam i fillon, mas i qinis. Akshami, fillon el mesa, fillon mas aksham, mas i qinis. Dhe sa nata fillon mas perendimit dilit, mas akshamit. Ka dalim mes mbramjes edhe natës. Mbramje është mas namazit të i qinis. Se me laqet rrin edhe ndrohën vakt namazit sabat edhe në vakt namazit të i qindis. Që ato që na përcjellin neve, ato ndrohën, vazhdimisht, janë rojtarë tonët. Edhe Allah i pyet me lek, qësh i gjetët rrugët e mi? Thënë i gjetëm namaz, i gjetëm në rrugë të mirë. Qësh i lat? I lam namaz, një qini. E për ty, i gjetëm gjumë, se kanë e derin 2-3 të këshy programe. Qësh e lat? I gjetëm të hup të petë gjumë, asë të shëtit, anë vakt i qinis, ku e konë, qëka e konë të bon.
E lumë për atone që me laqët dëshmojnë të Allahu Teala, qysht kanë gjetë edhe qysht kanë lanë. Prandaj, nëse shkon dhe viziton smuntin masi qindis, e ki sevapin të Allahu Teala, insha Allah, dhe lutën për ty 70.000 me laqë. Kush ja letësën vllajt, Allah e kam ja letësu këti punt, edhe kam ja, edhe Allahu Teala, insha Allah kam ja letësu ati në ditë gjykimit. Letësoja vllajt një punë, Allah e kam e ta letësu ty. Je punëdhënës, letësoja punëtorit bare në punë, Zoti ka me ta letësu edhe ty punën dhe bereqetin. Ama ti si a letësën, Allahu s'ka me ta letësu ty atë punë. Mloja vllaut tënd një tmet, Allah e ka me ti mlu tuat. Neva e mlojmë dikuj. Jo përkundrazi i shtojmë. A, një të mërë që i ka filon, qa ish. Kish bo kështu, atë vetën hise kështu. Mloja njërit. Edhe nëse ke pa keq ka bo një punë, mloja punën. Dhe gjithmonë mundohëm me folë fjalë të cilat e qetësojnë atë që ki karshi e jo që e shqetësojnë dhe e bëjnë ratësës dikon tjetër. Ne inshallah do të vazhdojmë kismet për Zotit këtë se janë të shumta, thonë mos më arëndu ma tepën në kohën e juj. Allah i në bëf për atyne të cilat dëgjojnë, mësojnë dhe punojnë ma atë që dinë. Allah i në ashtof dijen, ja Rabbi. Allah Teala në ashtof vullnetin me punu, me dijen që e posedojmë. Allah në përmisoft neve dhe me ne dhe tjerët. Allah i përmisoft familjarë tonë, trit dhe treja tona. Allah Teala u aletësoft dhe u pasuroft sofrat e fukarave tonë. Allah i shëroft smuntit tonë, i mshëroft të vdekurit tonë, e ne që jemi këtu dhe dashamir tonë, ku do qofshin, Allah në e falë gjënohat tona, dhe Allah Teala në të boft gjithmonë me gjdiset kajri dhe në të boft në gjennetet e veta. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.